Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme, do të flasim në nishet të këtij edicioni për ndeshjen që luhet sot në mbrëmje në Leskovac, për ndeshjen mes Serbisë dhe Shqipërisë që në fakt është e vlefshme për kualifikuesit e botrorit 2026. Ndeshja do të transmetohet në televizionin Klan në komentin e drejt për drejt nga stadiumi të Alban Xhihanit, të cilin e kam tani në një komunikim të drejt për drejt. Atëherë Alban, fillimisht doja të pyesja se si paraqitet gjendja në kombëtaren shqiptare. Përshëndetje Redi, gjendja besoj është optimale nga ajo që pam dje. Sot nuk kam pasur asnjë lloj kontakti, sepse është e pamundur për të qëndruar brenda hotelit të kombëtares me përjashtim të stafit, kështu që mendoj që do jetë një ditë pozitive. Sot kam arritur të dalloj optimizëm, jo presion tek lojtarët tanë, të vetëdijshëm që duhet marrë një rezultat që është i vështirë për të arritur në transfert, përballë një Serbie që gjithsesi ka dhe ato problematikat e veta, ka disa mungesa, një gjendje që nuk është aq e mirë psikologjike, shkaktuar dhe nga humbja fundit e thellë 5-0 ndaj Serbisë, mungesa e Lukic dhe Milenkovic, një mesfushor dhe një mbrojtës nga më të mirët tek skuadra serbe. Ndërkohë që skuadra jon praktikisht është e plot me titullarët, por mungesat e Ismailit dhe Kumbullës, gjithsesi në takimet e fundit kanë qenë alternativa për Silvinion, janë të vetmet le të themi mungesa apo shqetësime që gjithsesi janë zëvendësuar nga ana e trajnerit. Jemi optimist për sot, do të fillojmë nga ora 19:50 me Klan Kuqezi, me të ftuarit aty në fushë për të kuptuar më mirë të gjithë atmosferën, për ta ndjerë ashtu siç duhet prak sfidën e këtij takimi kaq të rëndësishëm. Ndërkaq Alban, atmosfera si paraqitet atje ku ndodhesh ti aktualisht dhe a ka masa të shtuara sigurie? Shiko, masat e sigurisë kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë deri në përfundim të takimit, derisa avioni kombëtares tonë të niset në kthimin drejt Tiranës menjëherë pas ndeshjes. Dje kam vënë re kur skuadra jonë ka kaluar nga hoteli për në Leskovsk, atje ku do të luhet ndeshja, në çdo mbikalim, her pas herën do dalje apo hyrje të autostradës, kishte forca policie të cilat kontrollonin rrugën, e cila u bllokua vetëm në atë moment kur delegacioni dhe autobusi kombëtares po kalonte. Kështu që do të janë dhe sot, janë 3 gardë më kanë thënë që përpara se të hysh në stadium ku do të kontrollohen gjithë, edhe pse nuk kanë shitur biletat, por janë dhënë ftesa për persona që njihen mirë se kush do të shkojë dhe që nuk mund të krijojnë incidente në stadium. Kështu që duket se Federata Serbe, por edhe qeveria serbe kanë marrë masat për të mos patur as edhe një lloj incidenti në takimin e sotëm. Ndërkaq Alban, gjatë komunikimeve të drejt për drejta të djeshme, konstatove edhe mungesën e flamurit shqiptar në stadium. A është korrigjuar kjo nga pala serbe? Kjo mbetet për të parë Redi, më bëri dhe mua përshtypje dhe patëm edhe dje në lidhje që patëm në Klan News Live mungesën e 2 kolonave të flamujve që mungonin, pra ishte i Federatës Serbe, ishte i flamuri serb, ishte flamuri UEFA-s, por mungonin 2 flamuj që duhet të jenë të Federatës Shqiptare të Futbollit edhe të flamuri shqiptar. Të 2 këta flamuj mungonin, nuk e di nëse do të shkoj pas pak në Leskovc, do të shkojmë herët gjithsesi për të qenë aty dhe aty do të kuptojmë më mirë nëse është vendosur apo jo. Sipas asaj që lexova, nuk është se është me detyrim patjetër që të jetë ai flamur, por që ka një lloj le të themi një lloj le të themi protokolli jo të shkruar, nëse mund të themi kështu, sepse ishin me Albania me Shqipërinë dhe Serbinë dhe ishin të 2 flamujt aty për krah njëri tjetrit. Nuk besoj do të ndodhi që mos të jetë, por nëse do të ndodhi atëherë le të themi incidenti i vetëm i këtij takimi. E qartë, atëherë Alban, të falenderoj për gjithë panoramën që na përcolle nga zhvillimet e deri tanishme përpara ndeshjes. Po, do të kemi lidhje të tjera në edicionet e tjera të lajmeve këtu në televizionin Klan. Ndërkaq, trajneri Silvinio tha në konferencën për mediat se ka besim tek skuadra dhe se synimi në sfidën e sotme me Serbinë është fitoria. 12 ekipe finaliste nga vendet të ndryshme të botës po prezantojnë sot në Petrel vizionin e tyre për Parkun e Besimit, ku synohet të ndërtohet një hapësirë publike kushtuar harmonisë fetare. I pranishëm në këtë garë ndërkombëtare ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili tha se ky park vjen si një nderim për trashëgiminë e tolerancës fetare të shqiptarëve.
Sot jemi mbledhur në këtë vend që dikur formësohej nga gjua e ashpër e urdhrave e divizioneve të kazermave ushtarake, një vend ku uniformiteti marshonte shumë më fort se sa uniteti dhe ku po bëjmë një transformim fal talentit të Kengo Kumas dhe këmbguljes së fondit shqiptar të zhvillimit. Me shpresë së shpejti do të kemi mundësi që ta hapim, të çelim këtë hapësirë për një qëllim krejt të ndryshëm edhe për aktivitete krejt të tjera, për njerëz krijues të talentuar edhe për çdo që na viziton edhe kërkon ta ndajë këtë hapësirë. Parku i Besimit nuk është simbol i fesë. Krejt tjetër është një faltore adhurimi që nuk bën pyetje se në çfarë besoni, vetëm ju fton të vini të mrekulloheni tek qendresa e heshtur e pemëve të fikut, të vini re formën e pemëve të ullirit në erë dhe të kuptoni atë çfarë kuptuan paraardhësit tanë, që zhvillimi nuk ishte thjesht një sfond, ishte në fakt shkrim i shenjtë. Ne shqiptarët me qera fjala nuk kemi nevojë ta shpikim tolerancën sepse prej kohësh kemi lindur në të, jemi rritur prej saj. Ndaj ky park e nderon edhe këtë trashëgimi, por po kështu na bën thirrje të gjithëve të ecim përpara. Eugene Drazhi, një 34 vjeçar i akuzuar nga SPAK se është pjesë e një grupi që trafikonte lëndë narkotike, u ekstradua nga Spanja në vendin tonë. I riu u shpall në kërkim në prill të këtij viti dhe më pas u ndalua në Madrid. Nga hetimet e kryera nga SPAK, 34 vjeçari dyshohet se ka qenë pjesë e një organizate kriminale që trafikonte lëndë narkotike në Norvegji dhe në Belgjik. Donald Trump thot se Hamasi është duke grumbulluar pengjet izraelit dhe beson se të hënën do të bëhet edhe shkëmbimi i tyre me të burgosur palestinez. Nga ana tjetër, hyrja në fuqi e fazës së parë të planit u ka hapur rrugë kthimit të palestinezëve në rrënojat e shtëpive të tyre. Presidenti Amerikan Donald Trump beson se Hamasi do I lirojë pengjet izraelit të hënën. Duke folur para gazetarëve në shtëpinë e bardhë, Trump tha se në këto momente organizata palestineze është duke grumbulluar të 20 pengjet izraelit nga vendet ku I ka fshehur për të bërë dorëzimin tek autoritetet izraelite. Krahas tyre do të dorëzohen edhe trupat e 28 pengjeve të pajet, ndërsa Hamas do të marrë 1700 të burgosur palestinez, 250 prej të cilëve të dënuar me burgim të përjetshëm. Në bazën ushtarake izraelite të Reimit pranë kufirit me rripin e Gazës, po bëhen përgatitjet për të kryer shkëmbimin. Hyrja në fuqi e fazës së parë të planit të Donald Trumpit për fundin e luftës u ka hapur rrugën palestinezëve të shpërngulur brenda rripit të Gazës të rikthehen në vendbanimet e tyre në Gaza dhe zonat të tjera të veriut. Në vendet ku para 2 vitesh kishin shtëpitë nuk ka mbetur gjë tjetër veç se rënoja. Ata thonë se shpresojnë të gjejnë mes tyre një cep për të jetuar. Edhe Izraeli është duke vijuar me tërheqjen e trupave në zbatim të planit, e teksa palët duken të angazhuara për ta përmbyllur me sukses fazën e parë, vështirësi mund të ketë për fazat e tjera, veçanërisht për propozimin për mbikëqyrje ndërkombëtare për të cilin Hamas është shprehur kategorikisht kundër. 19 persona rezultojnë të zhdukur nga shpërthimi në një fabrikë lëndësh shpërthyese ushtarake në Tennessee. Shkaqet mbeten të paqarta, por në të njëjtin vend ka patur edhe në të kaluarën të tilla incidente. Shpërthimi që dëgjohet në sfond në këtë video të kamerave të sigurisë është ai I ndodhur në një fabrikë në Tennessee të premten. Shpërthimi ndodhi në një fabrikë që prodhonte lëndë shpërthyese ushtarake si C4 e tritol rreth 90 kilometra në jug-perëndim të Nashville-it për arsye ende të paqarta. 19 persona rezultojnë të zhdukur, të gjithë punonjës të turnit në fabrikën me 75 të punësuar në total. 5 persona të tjerë u dërguan në spital me plag. Shpërthimi I fuqishëm përveç se rrafshoi gjithë impiantin, dogji dhe shumë automjete të parkuara përreth dhe shkaktoi dëme materiale në një rreze deri 1 kilometër. Zhurma e shpërthimit u dëgjua deri 25 kilometra larg. Autoritetet po hetojnë për shkaqet e ngjarjes. Në të njëjtin vend ndodhi një tjetër shpërthim I ngjashëm 11 vite më parë, kur impianti zotërohej nga një tjetër kompani, e ku u vra një person ndërsa 3 të tjerë u plagosën. Festivali ndërkombëtar I dansit kontemporan është ndalur edhe në aeroportin Nën Tereza, ku qytetarë shqiptar dhe të huaj patën mundësi të ndiqnin shfaqjen Guid. Shfaqja e radhës e Guid e koreografit të mirënjohur Anxhelin Preliocaj këtë të premte ndaloi në aeroportin Nën Tereza. Një shfaqje bashkëkohore, inovative, me ritëm dhe energji u prezantua atyre që sapo mborritën në vendin tonë dhe të tjerëve që I thanë mirupafshim.
Por pati edhe nga ata që nuk mundën ta bënin në kohë shkëputin nga vendi ynë sepse Gid ndali ritmin e zakonshëm dhe mlodhi pas vetes artëdashës të rastësishëm që humbën edhe fluturimin si ky turist francez. Sorry to miss it, but E humba fluturimin sepse u përhumba në këtë shfaqje tepër të bukur. Më vjen keq që e humba, por nga ana tjetër edhe jo, sepse e shijova këtë performancë. Kam patur mundësinë që këtë grup dhe interpretimet e tyre t'i ndjek edhe në Paris dhe janë fantastik. Por organizatorin e festivalit ndërkombëtar të kërcimit në Tiranë, Preliocaj, është pikërisht ajo çka pam kotu qëllimi i edicionit të 4 të Çimi i Artit në vende të pazakonta. Eh bien, moi, je suis ravi d'être de retour. Këtë herë vendosa të vi me produksione më të vogla, jo me produksione shumë të mëdha si herë të tjera. Kam ardhur me një grup i cili e ka zakon të performojë në përfshatra dhe vende jo shumë të frekuentuara të qyteteve. Patëm mundësinë që baletin t'ia çojmë banorëve aty ku ata janë, sepse festivali ndërkombëtar i kërcimit u përket atyre. Sigurisht rikthimi në shtëpinë e tij të dytë, Shqipërinë e quan një kënaqësi të veçantë. Alors, je suis venu avec un groupe. Jam shumë i lumtur sa herë që kthehem këtu sepse Shqipëria është vendi i prindërve të mi. Unë vetë ndihem shumë shqiptar, edhe pse jam edhe francez. Ndihem shumë mirë sa herë që rikthehem. Por edhe për balerinët kjo eksperiencë ishte fantastike. Très accueillant, très bienveillant. Është një moment i bukur të jemi këtu dhe fakti që çojmë baletin te publiku që nuk ka mundësi të vinë në teatr është vërtet shumë e bukur dhe një moment emocionues. Jam shumë i lumtur dhe shumë e fat që kemi mundësinë që të sjellim baletin e Preliocajt këtu dhe të shkojmë në vende të ndryshme, të takojmë publikun dhe të bëjmë që ta përjetojnë edhe ata baletin. Balerinët patën mundësinë të prezantonin 5 koreografi të Preliocajt, ndërto Parade vitit 1993, The Nights, Requiem e të tjerë. Ndërkohë publiku do të ketë mundësinë të shijojë të tjera shfaqje deri me 25 tetor përmes festivalit ndërkombëtar të kërcimit në Tiranë. Ishte dhe ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë mirupafshim.